Ne kemi vendosur që sot të mbajmë këtë aktivitet simbolik, sepse shohim shqetësuese situatën politike në Kosovë. Kanë kalu tash 1 muaj e diçka që është miratu ligji i ri për shtetësi. Ky ligj ka brenda vetes një rrezik shumë të madh. Bëhet fjalë për dispozitën kalimtare të këtij ligji. Bëhet fjalë konkretisht për nenin 30 edhe 31, të cilat janë nene që i mundsojnë të gjithë banorëve që kanë qenë banorë në Kosovë deri me datën 1 janar 1998 të kenë të drejtë me fitu shtetësinë e Kosovës ata dhe gjithë pasardhësit e tyre direkt. Ne kemi informata që një numër shumë i madh i konsiderueshëm i serbëve vetë kanë aplikuar për me marrë shtetësinë. Sipas analizave tona, me këto 2 nene, rritet numri potencial i serbëve cilët mundin me marrë shtetësinë në Kosovë deri në 1 milion. Dhe nëse janë 1 milion persona serbë cilët mundin me marrë shtetësinë e Kosovës, atëherë çfarë kuptimi kanë këtë viktimat e luftës në këtë vend? Që e kanë dhënë jetën për me i largu, edhe tash me i kthy prapë në paqe. Ne kemi reagu direkt tek Ministria e Punëve të Brendshme, edhe kemi kërku prej ministrisë një pyetje shumë të thjeshtë, me na tregu numrin e saktë të aplikuesve serb për me fitu shtetësinë e Kosovës. Fatkeqësisht i kanë te i kalu krejt afatet ligjore. Tu e përfshi 7 ditorshin edhe 8 ditorshin kanë kalu rreth 2 javë prej kur e kemi dërgu kërkesën edhe nuk na kanë kthy asnjë përgjigje edhe pse jemi mundu me i dërgu rikujtime që duhet me na u përgjigj. Na kanë detyru me kalu prej pyetjes se sa serb kanë apliku për me fitu shtetësinë e Kosovës në pyetjen se çka janë duke mshef. Çka janë duke mshef kur nuk kthejnë përgjigje? A ka rrezik? Na kemi kërku diçka që e kemi me drejtë, cila është qasja në dokumente publike, sepse dokumentet publike janë publike e nuk janë private. I kemi kërku ministrisë na përgjigjet sepse ministria është publike e nuk ka private. Edhe kemi ardhur sot këtu me një aktivitet simbolik për me i tregu gjithë atyre që e kanë pushtetin, e gjithë atyre që mundin me marrë pushtetin pas tyre, që pushtetin mos ta konsiderojnë si privilegje fuqi, po ta konsiderojnë si përgjegjësi, e përgjegjësi ndaj neve, ndaj çdo qytetari që e meriton me ditë të vërtetën këtë vend. Prandaj edhe kemi vendosur me bërë këtë aktivitet, i cili është aktivitet simbolik. Po na i kemi 2 kërkesa. E para i parashtrohet Ministrisë Punëve të Brendshme. Duhet na kthejnë përgjigje sa më shpejt, me na tregu sa është numri i serbëve që kanë apliku për me fitu shtetësinë. Edhe kërkesa e dytë na drejtohet neve, qytetarëve të këtij vendi. I lutem gjithë që të jenë vigjilent ndaj kësaj çështje, sepse jemi duke folur për një rrezik të madh që ka ky vend. Prandaj duhet reagojmë. Unë po i them ministrisë që sa më e madhe t'jetë heshtja, aq më e madhe do të bëhet revolta. Prandaj i lus me u përgjigj sa më shpejt. Mos mbajnë private kurrë. Sot është aktivitet simbolik, po na i paralajmërojmë ministrinë që nëse nuk ka reagim të shpejt për këtë çështje, si nga ana e ministrisë, si nga ana e tërë pushtetit, atëherë ne paralajmërojmë thirrje për protestë. Unë ju falenderoj shumë që keni ardhur sot këtu, edhe ju ftoj ta ndjeqni edhe pak aktivitetin tonë simbolik. Faleminderit shumë. Së pari ministria duhet të përgjigjet ndaj pyetjeve që i kemi parashtruar. Kërkesën e keni të vendosur në njërin prej posterave këtu. Prandaj le të na përgjigjet për pyetjet që i kemi bën.
pushtetit le të reagoj sa më shpejt ndaj këtij ligji, sepse neni 30 dhe neni 31 kanë qenë dispozita kalimtare dhe duhet të trajtohen si dispozita kalimtare. Prandaj duhet të heqen nga ligji e jo të thellohen. Ky është vendimi edhe veprimi që duhet merr menjëherë Ministria dhe pushteti. Përndryshe veprimet i treguam. Kemi me bë thirrje për protestë. Pra, po i bie që ju po kërkoni që këto dy nene me u largu prej ligjit për shtetësi, neni 30 dhe neni 31. Ato janë dispozita kalimtare, prandaj duhet me u largu.